Ju uroj mirëseardhjen zotit Fatmir Mediu, kryetari i Partisë Republikane. Faleminderit për ftesën. Ne jemi Unioni i Gazetarëve Profesionistë Shqiptar të Diasporës. Jemi krijuar qysh në vitin 2021 dhe kemi si princip bazë nxitjen e debatit së vërtetës dhe mbrojtjen e së vërtetës me vlerat e profesionalitetit të gazetarisë. Unë do të bëj një prezantim të shkurtër të bordit drejtues të Unionit të Gazetarëve Profesionistë Shqiptar të Diasporës. Është zoti Skënder Buçpapaj, kryetari i Unionit, është zot që flet nga Zvicra. Kemi zotin Artan Kutra, i cili vjen nga Franca dhe është zëvendës kryetari i Unionit. Jam unë Alba Kepi që flas nga Roma, sekretare e përgjithshme e Unionit. Kemi zotin Ardian Muraj që flet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kemi zonjën Rafaela Prifti që flet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kemi zonjën Elida Buçpapaj që flet nga Zvicra dhe kemi zotin Gec Burini që flet nga Parisi. Jemi të gjithë gazetar profesionistë në fushën tonë me aktivitet si në Shqipëri ashtu dhe në vendet ku jetojmë aktualisht. Faleminderit edhe një herë që pranua ftesën tonë dhe ne kemi bërë një program pyetjesh dhe këtë cikël që nisim në kuadrin e debatit politik të fushatës së zgjedhjeve të 2025-s, pra të 11 maj 2025, dëshirojmë që të japim fokus dhe risisë që kanë këto zgjedhje pikërisht votës së diasporës. Kujtoj se Partia Republikane është një nga forcat politike të spektrit nacionalist konservator, krijuar që në 1991 dhe aktualisht e rreshtuar në kuadrin e grupimit apo aleancës së forcave politike opozitare për zgjedhjet e 11 majit. Pa humbur kohë, unë jap menjëherë pyetjen e parë zotit Skënder Buçpapaj, i cili është dhe kryetari i Unionit të Gazetarëve Profesionistë Shqiptar të Diasporës. Faleminderit. Vendin po vazhdon të braktisë popullsia aktive. Shqipëria po shndrohet në shtet pa popull. Cilat do të jenë masat konkrete të qeverisë së djathtë për ta ndalur këtë dukuri? Përpara më lejoni t'ju falenderoj sinqerisht për ftesën, jam shumë i nderuar e do të përshëndes gjithë secilin nga ju që kam kohë që nuk e kam parë, duke filluar nga zoti Buçpapaj, Elida e tjerë, por dhe të gjithë juve të tjerët. Pyetja është më se me vend dhe do të thesha që problemi më i madh që ne po përballemi sot është kriza e madhe politike, ekonomike dhe sociale për shkak të braktisjes vendit, sidomos nga brezi i ri dhe nga profesionistët, i cili krijon një problem politik në radhë parë sepse e lë Shqipërinë pa një forcë të madhe reaguese, është një problem ekonomik se lë pa atë që është mendimi dhe profesionalizmi apo dhe energjia për të zhvilluar vendin, edhe padyshim social për faktin sepse ndikon drejt për drejt në funksionimin dhe marrëdhënien e familjeve shqiptare dhe të gjithë shoqërisë në përgjithësi. Unë mendoj që elementi i parë do që i shtyn njerëzit ikin është mosbesimi në raport me atë që garantohet si mundësi për të zhvilluar merqenë dhe ekonominë në vendin tënd, dhe e dyta ka të bëjë me sigurinë juridike. Do se sa ti e ndjen veten si qytetar i lirë dhe shteti garanton liritë dhe drejtat e tua. Dhe janë këto dy elementë mbi të cilët është fokusuar dhe opozita e para për ndërtuar një politik në këto zgjedhje që ka të bëjë më shumë me ekonominë dhe mundësitë e zhvillimit ekonomik të vendit, dhe sidomos atë që mund t'i ofrohet këtij grupi shoqëror, do të thosha sidomos të rinjve të reja dhe profesionistëve, për të krijuar hapësira për zhvillimin e ekonomisë tregut në Shqipëri dhe një ekonomi të kontrolluar tashmë tërësisht nga shteti. Duhet ta them qartësisht që ekonomia shqiptare është një piramide e përmbysur. Shteti është biznesi më i madh, ekonomia më e madhe. Në një vend kapitalist kjo nuk mund ndodh. Shteti është punëdhënësi më i madh dhe kemi kthyer do të thonë një sistem i cili nuk funksionon nga pikpamja e ekonomisë tregut. Shteti është po ashtu edhe ai që ka financat në dorë që nëpërmjet politikave klienteliste favorizon apo disfavorizon. Për më tepër, ekonomia shqiptare ka dhe një problem tjetër shumë të madh, që është infiltrimi i parave të krimit dhe drogës. Edhe këto që duken si zhvillime të Shqipërisë, sidomos në planin e ndërtimeve, janë më tepër të abuzive, të cilat vijnë nga pastrimi parave, sidomos nga trafiku i drogës, apo edhe nga politikat korruptive që ndjek qeveria. Pra ne nuk kemi një ekonomi e cila zhvillohet mbi bazë logjike për të ofruar mundësi dhe shanse për çdo qytetar, por në radhë parë për 33 dhe profesionistë për ta gjetur veten në këtë proces zhvillimit ekonomik të vendit. Dhe kjo lidhet padyshim pastaj edhe me mënyrën se si trajtohen qytetarët tanë të gjitha shtresave, duke filluar nga ajo që do thonë
pjesa e prindërve tanë, të cilët na kanë dhënë vlerësim, dashuri pafund, ne kemi dhënë shumë tinja të bardha, shpesh, për pensionet që ata marrin, për jetën që ata garantojnë këtu, për të vazhduar pastaj me pagat e asaj që është pjesa e administratës në mënyrë të veçantë, pagat mesatare, pagat e larta, dhe këtu kemi filluar të bëjmë një diferencë të qartë për të pasur një nivel ekonomik ose nivel trajtimi ekonomik dhe financiar tyre ndryshe nga ajo që ka ndodhur në këto 12 vjet. Këto janë masat e para. E dyta, unë mendoj që shumë e rëndësishme krijimi i percepcionit të funksionimit të shtetit. Ne një republikë parlamentare kushtetuese, po për fatin e keq jemi katandisur një republikë kryeministrore, dhe ky nuk është një gjykim thjesht i imi, por edhe i institucioneve ndërkombëtare, por një realitet i cili preket qartë. Pse ka ndodhur kjo? Unë mendoj që një nga gabimet ka qenë ndryshimet e kushtetutës të vitit 2008, të cilat i dhanë shumë më tepër peshë dhe rol kryetarëve të partive politike, por i dhanë në mënyrë të veçantë për shkak të gjithë konfiguracionit kushtetues kryeministrit, i cili ka shpërfillur edhe shpërfill parlamentin dhe institucionet e tjera. Pra nuk kemi me një republikë që bazohet dhe funksionon në atë që quhet në pikpamjen kushtetuese parimi check and balance. Jemi një sistem tërësisht kontrolluar. Qeverisja është tërësisht e kontrolluar, parlamenti varet nga qeveria dhe jo anasjellta siç duhet të ishte, dhe në procesin e reformës në drejtësi, ku ka mendime nga më të ndryshmet, unë duhet të them bindjen time që ky ka qenë një proces tërësisht i kontrolluar, dhe këtë nuk e kam një bindje të tanishme, duhet t'ja bëj me dije ju që në vitin 2017, me një grup senatorë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, senatorë Inhofe e tjerë, do të thonë ishte drejtuar një letër Tillerson atë kohë që po manipuloi procesi i reformës drejtësi për ta sjellë nën kontrollin e Partisë Socialiste, gjë është e provuar si e tillë tashmë. Pavarësisht nga ideja që ne krijojmë, dhe për mua, përveç një sistemi të kontrolluar politik, po shkojmë edhe drejt kohëve të vjetra të një sistemi i cili bazohet në gjyqjet popullore apo mediatike më tepër sa në faktet, në respektimin e kushtetutës, të kodit procedurës apo kodit penal. Pra, garantimi i sigurisë juridike, zhvillimi i ekonomisë të tregut bazuar në rregullat e tregut dhe rritja e pagave, mendoj që janë incentiva të mira për të ruajtur që ne të kemi mundësi në radhë parë të mos të frenojmë emigracionin masiv, por edhe mundësi për të hitur në proceset tona të zhvillimit ekonomik, por dhe politik, në autoritetet të jashtëzakonshme të provuar veten e tyre edhe në Shtetet Bashkuar të Amerikës, dhe në Kanada, dhe në Angli, edhe në Europë, e në shumë vende si njerëz të aftë që mund të krijojnë një kualitet tjetër qeverisje dhe politike në Shqipëri. Faleminderit, zoti Mediu. Sipas radhës e ka fjalën Artan Kutra, që si riflet nga Parisi, Francë. Përshëndetje zoti Fatmir Mediu, urime edhe një herë për iniciativën tuaj. Sigurisht që ekonomia është një temë shumë e ndjeshme për të gjithë shqiptarët, sidomos për ata që janë në emigracion, dhe sidomos edhe më tepër për ata që kanë një lloj moshe paksa që vazhdon të jetë në rritje sipër, pra për pensionet e kam fjalën. A ka në programin tuaj të Partisë Republikane në kuadër të këtij koalicioni që gjatë viteve në vijim ju të bashkëpunoni ose të punoni me qeveritë e vendeve të ndryshme, qoftë të Bashkimit Evropian, por edhe më gjerë në mbar botën, që të garantoni një lloj pensioni për emigrantët shqiptar? A ka në programin tuaj një projekt, një shtyllë ku do të bazoheni ose si do të bashkëpunoni ju me vendet e tjera? Artan, s'pari duhet të them që nuk është thjesht një program i Partisë Republikane, ne tashmë kemi një program të koalicionit Partia Demokratike e Aleanca për Shqipërinë Madhështore, i cili do të thonë padyshim ka prekur edhe këtë çështje. Unë mendoj që çështjet e njohjes pensione në vendet ku jeton diaspora shqiptare është një çështje shumë sensitive dhe kërkon, do të thonë, një qasje të përbashkët dyja palëve, do të thonë si të palës shqiptare për kohën që ata kanë kontribuar në punësimin që kanë pasur në territorin e Shqipërisë apo dhe atje ku jetojnë tashmë në Francë, në Amerikë apo gjetkë. Ka pasur zhvillime në këtë drejtim, vende të cilat kanë arritur ta njohin dhe plotësojnë pensionet. Unë mendoj që duhet trajtuar me seriozitet dhe duhet trajtuar në nivelin më të lartë të komunikimit të qeverive. Është shumë e rëndësishme të ketë një platformë të qartë në negocimit për këtë çështje. Besoj që eksperienca që kemi pasur në qeveri për disa çështje të niveli, do të them, të komunikimit diplomatik po dhe institucional shtetëror vlen si eksperienca të mira, të cilat padyshim mund të kenë, si të them, impakte të shpejta gjatë procesit të antarësimit NATO. Unë mendoj që ka qenë diplomaci shumë efektive nga ana e Shqipërisë në atë kohë, për ta bërë të ndjeshme atë çka kërkonte Shqipëria, pavarësisht se ka qenë një interes
pak më ndryshe nga që flisni ju, por edhe gjatë procesit të stabilizimit asociimit apo të liberalizimit vizave. Unë mendoj që varet shumë nga serioziteti i qeverisë për ta trajtuar këtë çështje. Nuk mendoj që në vendet ku jetoni ju ka një qeveri që do të jetë unfair apo do të jetë e padrejtë me qytetarin e vet, edhe me qytetarët shqiptar që tashmë janë bërë pjesë e këtyre shteteve. Por e theksoj edhe një herë që do të thonë kjo është një çështje një programi të detajuar të qeverisë, e cila duhet kërkojë me çdo lloj shteti ku banojnë qytetarë shqiptar një vlerësim dhe përgjegjësi reciproke. Se një pjesë e përgjegjësisë financiare do të thonë është mbartet në shtetin shqiptar. Pra duhet një lloj marrëdhënie e tillë e cila duhet krijojë një vlerësim dhe një bashkëpunim dypalësh në pikpamje të pagesave të plota të pensioneve apo të kontributeve të shqiptarëve që jetojnë në diasporë. Faleminderit zoti Mediu. Rafaela Prifti, ju flet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shëndetje. Cilat ishin pikat kyçe të takimit që patët ju në Shtetet e Bashkuara edhe në 5 javët e fundit strategjia që keni për diasporën? Unë ka një kohë të gjatë që kam këmbgulur tek opozita që ne duhet kemi një veprim ndërkombëtar shumë proaktiv dhe të uniformizuar dhe besoj që ka dhënë rezultate e para. Rafaela duhet kujtoj që për shkak të një angazhimit deputetëve të opozitës shqiptare në Parlamentin Evropian, ne arritëm dhe morëm mbështetjen e grupit më të madh të Partive Popullore Europiane, të cilët kanë përcaktuar qartë në rezolutën e tyre se kush janë problemet e Shqipërisë. E para mos funksionimi i shtetit kushtetues, tendenca drejt një regjimi tërësisht autoritar të kontrolluar nga Edi Rama, mungesa e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, blerja e votës dhe intimidimi votuesve nga grupet kriminale dhe nga parat e korrupsionit, po ashtu përdorimi i drejtësisë si një lloj arme politike kundër opozitës, edhe probleme tjera të cilat do të thonë i kemi pjesë të këtyre rezolutave. Hapi i dytë ka qenë një bashkëpunim me Partinë Republikane Amerikane dhe me IDU-n, që është Internacionala Demokratike e Partive Konservatore, ku kemi miratuar po një rezolut në një kontekst plot për sa të situatës në Shqipëri dhe kërkesë tyre për zgjedhje lira të ndershme. Dhe prej kohësh kemi filluar tashmë një diskutim edhe me Kongresin Amerikan. Opozita në mënyrë të bashkuar i është adresuar sekretarit Rubio, të cilën kam pasur nderin dhe fatin që ta njoh e ta takoj prej kohësh, qoftë në pozicion që ka pasur si senator, por qoftë në pozicion që ka pasur si bashkëkryetar i AIPAC-ut. AIPAC-u është një marrëdhënie ndërparlamentare që qëndron për problemet në raport me Kinën, dhe ju e dini shumë mirë që Kina është problemi më i madh sot për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe ne si parlament shqiptar në mënyrë bipartizane jemi përpjekur që të qasemi rreth këtij problemi. Po ashtu çdo vit unë zhvilloj në Kongresin Amerikan një forum sigurie për të bërë të mundur që të një federalitetin në Ballkan po realitetin evropian për sa i përket çështjeve dhe kërcënimeve të sigurisë të cilat burojnë nga Kina, Rusia dhe padyshim partneri i tyre kryesor në Ballkan që është Serbia, që është ndoshta edhe momenti më kritik në pikpamjen e analizës sigurisë. Ky është një aktivitet që unë kam filluar në vitin 2015 me senatorin McCain në Senat dhe tashmë e zhvillojmë edhe në Domën e Përfaqësuesve. Por prej kohësh unë kam edhe një marrëdhënie tjetër në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është një aktivitet, nuk e di ju jeni të njohur apo jo, që ka të bëjë me mëngjesin e lutjeve. Shumë njerëz e marrin në një kontekst fetar, por është te një kontekst fetar, është ndërtimi i urave të komunikimit ndërmjet vendeve dhe politikës për një kuptim më të mirë në raportin personal të jetës, por edhe të raporteve politike si ndërtohen ato. Ky aktivitet organizohet nga një grup në Senat dhe në Kongres. Grupi në Senat më lidhet çdo të mërkur, ku janë mbi 25 senatorë të dy krave, dhe grupi i House of i Dhomës Përfaqësuesve, që janë afërsisht 37 deri në 40 kongresmen, që më lidhen ditën e njëjtë, dhe është një marrëdhënie e cila padyshim na ka ndihmuar ne në kohën kur jemi bërë vendantar i NATO-s për të bërë të njohur tek miqta në Amerikë, do të thonë një vend vogël si Shqipëria dhe nevojën e anëtarësimit të Shqipërisë në NATO. Dhe kjo ka qenë një marrëdhënie kontinuitive e cila na ka krijuar një lloj aksesi për të ngritur shqetësime që kanë të bëjnë me garantimin e zgjedhjeve të lira të ndershme, sidomos Shqipëria një vend i NATO-s. Opozita e bashkuar, siç thash, ishte adresuar sekretarit Rubio me një letër dhe ka çuar këtë, do të thonë, apo ashtu në vëmendje shumë kongresmen. Por padyshim që burokracia ka të veta dhe një nga pjesët e vizitës time kishte të bënte me njohjen e drejtë për drejtë me atë kërkesë të opozitës bashkuar për state of play, situatën në Shqipëri në Kongresin Amerikan dhe në Senat dhe në Domën e Përfaqësuesve. Unë kam takuar 3 senatorë të rëndësishëm, edhe senatorin Mike Lee, senatorin John Cornyn edhe senatorin Kevin Cramer, po dhe po ashtu në Domën e Përfaqësuesve një numër të madh kongresmenësh. Dhe ata kanë marrë përsipër që këtë shqetësim të ngritur te sekretari Rubio të bëjnë një follow-up
për t'i kërkuar sekretarit Rubio që Shqipëria të garantojë zgjedhje të lira të ndershme. Dhe unë besoj që kjo është detyra e parë çdo politikani për të garantuar zgjedhje të lira të ndershme në Shqipëri. Dhe jo për të çarë vendin tim, të se kam bërë asnjëherë që të vetë të çaj vendin tim, por për të thënë të vërtetën ashtu siç është. Ne nuk mund të fshihemi pas gishtit. Ne duhet i themi të vërtetat me ata që kemi partner. Sepse këtë të vërtetë kemi thënë kur jemi bërë vendantari i NATO-s, kur kemi marrë mirëbesimin e tyre. Dhe që t'ja u them më konkretisht, kongresmeni Keith Self, që është bashkëkryetari për Europë, që është drejtuesi i Subcommittee për Europën, kongresmeni Pete Session, Robert Aderholt, që është co-chair i Albanian Caucus, edhe disa tjerë, janë në fazën e përgatitjes së një drafti letre bashkë me senatorin Cornyn dhe senatorë tjerë për t'ju adresuar sekretarit Rubio me shqetësimin që Shqipëria duhet të garantojë zgjedhje të lira të ndershme si vendantar i NATO-s. Nga ana tjetër, ju jeni ndjeni që ne kemi tashmë një marrëdhënie me ekipin që ka menaxhuar fushatën e presidentit Trump, një ekip jashtëzakonisht i suksesshëm, ku është zoti Chris LaCivita, është Tony Fabrizio, edhe disa tjerë, edhe Suzy Wiles, që është tani shefe stafit të presidentit Trump, ka qenë pjesë e këtij ekipi. Mendoj që kjo vlen në dy plane, plani i menaxhimit më të mirë të një fushate të opozitës, por edhe të njohjes probleme që ka Shqipëria në Washington, edhe një lloj presioni mbi qeverinë që doon të mos bëjë të njëjtat veprime që ka bërë në bashkëpunim me krimin organizuar, korrupsionin, paratë e krimit për blerë vota dhe intimiduar votuesit. Unë nuk jam naiv që them për shkak se marrëdhënie do të thonë ata kanë për të frenuar, sepse pushteti për Ramën është një thirrje shumë e fuqishme se çdo qytetar dhe Shqipëria apo edhe zgjedhje të lira të ndershme. Megjithatë ne duhet bëjmë maksimumin ton për t'i garantuar ato. Ne kemi pasur diskutime në vazhdim me këtë ekip dhe do të vazhdojmë të kemi diskutime për sa i përket zgjedhjeve. Mbrëm kemi pasur një diskutim shumë të gjatë për aktivitetet që fillojnë legalisht në mënyrë të ligjshme në datën 11, në datën 12, apo edhe një aktivitet që duam të bëjmë në breshat Italisë, ku do t'jenë edhe përfaqësues e ekipit zoti LaCivita, do në pjesë e angazhimit në fushatën tonë elektorale. Dua ta them me bindje është një moment shumë i vështirë që në pyetjen e parë që ngriti zoti Buçpapaj, braktisja e Shqipërisë ka krijuar një lloj apatie në shoqëri. Fakti tjetër është që jo gjithmonë varfëria vjen me reagim, ndonjëherë të bën tulësh kokën dhe historia e Shqipërisë ka treguar këtë, dhe represioni i shtetit jo gjithmonë vjen me një kundërpërgjigje të shpejtë. Por është detyrë opozitës që ndërtojë ndaj frymëzimin, ndaj marrëdhënie me qytetarët e t'i bëjë ata të vetëdijshëm që kjo nuk është një luftë më thjesht për opozitën. Dhe unë pajtojmë 100% me atë që thotë zoti Berisha, që ky nuk është çështje e pushtetit Sali Berishës. Kjo është çështje e një misioni për të arritur që Shqipëria në radhë parë të ketë zgjedhje të lira të ndershme dhe për të realizuar atë që Shqipëria të jetë një vatër që t'i shërbejë shqiptarëve dhe ndërtojnë jetesën e tyre në Shqipëri. Dhe unë besoj që veç asaj që shifet apo flitet nëpër media, ne ofrojmë edhe një gjë tjetër, pjesa më e madhe e kandidatëve, mbi 60-70% e tyre afërsisht janë të reja, dhe kjo është një gjë pozitive. Por do shpresoj që kishim dalë nga ky sistem zgjedhor që për fatin e keq për gjykimin tim, mbase jam gabim, nuk është sistemi i duhur. Mendoj që sistemi më i mirë do të ishte një sistem më i hapur, mendoj që do të ishte shumë më, do krijonte më tepër sinergji, qoftë edhe propozimi që të kishte një barë, do të thonë për kapërcim për marrje mandati ose për lënie mandati të 6.000-7.000 vota. Kjo do të bënte që nga i pari deri tek i fundit luftonin për garën elektorale pa krijuar, do të thonë, pozicione pasive. Megjithatë jemi brenda këtij sistemi dhe shpresoj që dhe pjesa e listës mbyllur politike, por dhe pjesa e listës hapur din kombinojnë mirë për të maksimalizuar votat dhe për të krijuar një sinergji pozitive. Mendoj që janë të gjitha mundësitë, edhe pse koha është e shkurtër, për të krijuar një raport tjetër. Më falni se po zgjatem, Edi Rama po tenton një politikë tërësisht negative. Është turp për shqiptarët që kenë një kryeministër që shanë e fyen çdo minutë, do të thonë se nuk fyen opozitën, fyen qytetarët në radhë parë. Njëri i cili do të thonë i shikon njerëzit si të në Amerikë, do nga lart poshtë, duke parë ata si njerëz dorës dytë, dhe kjo është e papranueshme për një kryeministër. Një kryeministër i cili në politikat kombëtare ka qenë skandal, meqense ju jetoni në Amerikë, po e them një fakt i cili më dhëm shumë që jam marrë me çështjen e sigurisë. Do në qendra sot e marrëdhënieve të Amerikës nuk është më pjesa shqiptare, por është pala serbe, do në ka një gravitet shumë më të madh, qoftë edhe për shkak të disa rrethanave të tjera, do në të marrëdhënie që ata kanë me Rusinë dhe Kinën, por mos harrojmë një pjesë të kredos ja kemi dhënë ne. Rama dhe Vučić kanë pas ekip të përbashkët lobimi në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe vllazëria e Ramës me Vučićin dhe armiqësia e Vučićit me
me Kosovën dhe me lidershipin e Kosovës është absolutisht shumë e dëmshme në interesin tonë kombëtar dhe tendenca e Shqipërisë për një lloj paternalizmi karshi Kosovës është një tendencë e papranueshme dhe do të tërësisht ndesh interesit kombëtar. Dhe ky është një dimension që opozita duhet ta elaborojë, besoj edhe këtë, sepse opozita duhet ta konsiderojë vetëm si pjesë e kontributit për ta bërë Shqipërinë vëndantar të NATO-s dhe ndërtimi i një dimensioni NATO në rajonin e Ballkanit dhe jo Ballkani i hapur dhe teori të tjera të cilat i japin më tepër mundësi Serbisë, Rusisë dhe Kinës për të penetruar rajon, një dimension NATO në pikpamjen politike, ushtarake dhe ekonomike, mendoj që është më së i vlefshëm për të ndërtuar rajonin e Ballkanit. Shumë interesante. Faleminderit. Fjalën e ka Genc Burimi, ju flet nga Parisi, Franca. Në të shpikpamje, 2008 influencoi një blik kryeministërore dhe si mund dilet nga kjo nuk e shoh nëse një parti fiton, nëse është teorikisht mund ta marrim që Rama i fiton prapë zgjedhjet dhe merr 100 deputet. Teorikisht. Ajo do ngjelet një republikë kryeministërore se të është shefi i partisë që vendos që është kryeministër. Të se shoh, se kuptoj domethënë ku është ne nga pikpamja e Genc nuk kemi republikë presidenciale, nuk kemi as republikë parlamentare, që do të thotë institucioni kryesor i vendit është padyshim parlamenti. Dhe ka autoritetin në bazë të kushtetutës dhe ligjit që të kontrollojë qeverinë. Ne nuk kemi asnjë mundësi kontrollit të qeverisë nga ana e parlamentit. As në komisione, as me marrëdhënie tjera që janë mekanizma kushtetues që duhen bërë lëvizje apo jo, sepse në fundi kemi qeverisje të qytetarëve. Dhe është ky parlamenti i cili e zgjedh kryeministrin dhe qeverinë. Po për fatin e keq, pasi mbaron ky proces i emërimit të qeverisë e cila kontrollon parlamentin, domun kemi një njohrim total të parlamentarizmit. Po ta shikosh në mënyrën e funksionimit të parlamentit në Shqipëri, domun gjithë të drejtat, vetë qeveria ka shumë më tepër të drejta se ç'kan vetë deputetët. Pra salla e Kuvendit të Shqipërisë nuk është salla e deputetëve, e përfaqësuesve të qytetarëve, është salla e qeverisë. Dhe është një lloj përmbysje e raporteve. Po ashtu do të them që në këtë pikpamje edhe mënyra si shkojnë pasaj te sistemi i drejtësisë ku kemi këtë lloj sjellje, derivon që edhe drejtësia do të varet pasaj të kontrollohet nga qeveria. Unë jam dakord që mazhorancat kanë gjithmonë veprimet e tyre, por ka disa gjëra të cilat janë të rëndësishme në një sistem parlamentar kushtetues. Kemi votën e thjeshtë me mazhorancë të thjeshtë, i cili jep hapësira dhe mundësi qeverisë që të bëjë politika dhe veta ekonomike të tjera. Kemi votat për kode të cilat janë 84 vota që është vota e cilësuar dhe vota e cilësuar në logjikën e saj nuk është votë e mazhorancës politikesh, është vota e kompromisit politik dhe kemi dhe votën për ndryshimin kushtetues që është rreth 94 vota, 95 vota. Të gjitha këto janë vendosur si garantor në një lloj mënyre të cilat janë prishur në sistemin tonë. Ky është një debat që mund ta zhvillojmë, desha vetëm të cilë një kontekst që për gjykimin ekzistojnë këto gjëra. Është mënyra e aplikimit tyre që është tjetërsuar. Pra, vota cilësuar dhe vota ekzistojnë, unë pyetja ime ka një tjetër qëllim brapa, është çfarë propozonive në fushatë, nuk shoh si reformë institucionale, çfarë mund të propozoni më tepër. Më mirë. Ta kuptoj vetë që janë ndjekë shqiptarët. Sot kemi dy mënyra për ta kontrolluar qeverinë. Dy mënyra ke. Nga eksperienca botërore, ke ose mënyra parë që e kufizon ekzekutivin me ligj, Franca, Amerika, se të nëmë Franca, Amerikë, kryeministri është president kryeministër. Pra, e kufizon me ligj me 2 mandate. Mënyra parë kjo është, ose mënyra dytë cila është, prapë mashtrimi francez, ku në Francë, në parlament, çdo grup parlamentar, qoftë dhe më i vogël, ka të drejtën minimale të një komisioni hetimor parlamentar në vit, minimumi. Plus pastaj që mund të ketë një ngjarje të mëdha që mund të marrësh. Por nuk shoh në mënyrë se mund ta kontrollosh sot një ekzekutiv. Kjo nuk ndodh në Shqipëri, edhe pse gjykata kushtetuese ka një vendim të qartë raport me këtë çështje, prandaj po them që çdo gjë është bërë pjesë e vullnetit të njeriu. Don po ta keni ndjekur në kohë dhe ju e keni ndjekur se jeni gjithmonë në ndjekje të politikës shqiptare. Don ministri ka dalë edhe kryeministri ka dalë thotë që nuk mund të bëjmë seanca ligjimore për çështje të korruptive të supozuara nga ana e opozitës për faktin sepse nuk mund të lëmë në debatin publik që dalin gjëra të cilat ne nuk duam dalin. Dhe kanë arritur dhe një njohrim të plot kushtetues. Edhe Komisioni Venecias është shprehur dhe prapë nuk ka marrë vendime. Dhe gjykata kushtetuese, Shqipëria pati një problem shumë të madh Genc. Mbas reformës drejtësi, ne kemi qenë 4 vjet pa gjykatë kushtetuese dhe 4 vjet pa gjykatë lartë. 4 vjet pa gjykatë kushtetuese do ishte alarm, 4 ditë pa gjykatë kushtetuese do ishte alarm në një vend ku e ka gjykatën kushtetuese si garantor të respektimit kushtetutës apo gjykatës e lartë. Nuk do të ndodhte asgjë kundit, flasim SBA. Asnjë vend nuk ndodhi që edhe ju vetë votuat si gjithë në 2016
Nuk dëgjohet. Ke një problem me internetin, Gens? Lobbying në SBA, për në atë mërëmit të famshme të smerin, votuar të dëgjoni? Ka një problem me internetin. Gens, të lutem, a të bëjmë një xhiro të gjithë pyetjeve dhe pastaj ta kthejmë në debat për të respektuar dhe kohën dhe të kolegëve të tjerë? Po fare shkurt, mëkati i reformës në drejtësi, i djegës mandateve, i mos hyrjes në zgjedhje lokale, kanë qenë nga idiotësit, do të thënë, më absolute të veprimit opozitar. Në atë kohë ka menduar për shkak të padijes, tash i mendoj që do të nuk janë vetëm thjesht për shkak të padijes, që t'jemi sinqert. Fakti që ti jep Edi Ramës mandatin apo mundësinë për të bërë ndryshimet kushtetuese dhe pastaj abandonon procesin për ndryshimet ligjore dhe aktet në ligjore, është një sjellje do të thënë më shumë se sa naive. Fakti tjetër që ti jep Edi Ramës 2017 mundësinë që ta kufizoj opozitën vetëm në logon e Partisë Demokratike është do të thotë ti je idiot nga pikpamja elektorale. Djegja e mandateve për idenë se do bësh ndryshimet, do të thënë qeverisë, duke djegur mandatet që krijon një precedent skandaloz në rajon, do të ishte pashtu një veprim tërësisht i pamend nga ana e opozitës. Sidomos pastaj mos hyrja në zgjedhje lokale është sikur të presësh këmbët dhe do të bësh një sprint 100 metra. Unë nuk po i them këto se kam thënë tani, jam përpjekur. Unë kam pas një parim, Gens, do të thënë Sadiu i famshëm thoshte mos bëjmë 2 këqija bashkë, thoshte. Humbja e klorinjve dhe gëzimi i fqinjve. Por debatet i kemi bërë, për fatin e keq nuk kemi pasur një gjykim të thellë dhe të qartë, prandaj edhe opozita, siç e thatë ju, ka kontributin e vet për këtë lloj situate ku është Shqipëria sot. Dhe opozita, përveç se sulmit e Edi Ramës për ta shkatëruar opozitarizmin në Shqipëri, që ka qenë qëllimi i tij me të gjitha mjetet, mënyret, lobingjet, paratë e tjera, opozita në veprimet e veta ka bërë gabime absolute, do në cilat i kanë dhënë Ramës shanse dhe mundësi për të bërë atë që nuk ka ndodhur në një vend tjetër, sidomos ndryshimet kushtetuese të vitit 2020. Për sa i përket programit të Partisë Republikane dhe qëndrimit të Partisë Republikane, Partia Republikane dhe Partia Demokratike domethënë kanë një histori të marrëdhënie të përbashkëta në opozitë dhe në pozitë. Dhe ne jemi pothuajse në një të njëjtën qasje për sa i përket programit me Partinë Demokratike. Për t'i dhënë pastaj një përgjigje edhe çështjes së Kosovës. Kjo është një çështje për ta diskutuar dhe unë jam përpjekur në takimin e fundit të Forumit Sigurisë, ne kemi pas presidentin e Kosovës Osmani, atje ka qenë presidenti Poroshenko, në atë takim që unë moderoja ka qenë edhe kryeministri i Polonisë Morawiecki, kanë qenë rreth 10 parlamentarë europianë dhe po ashtu të gjithë deputetët nga rajoni i Ballkanit. Ajo që unë dua të theksoj edhe një herë, qasja më negative që mund të jetë me administratën e Trumpit në njohjen time është qasja reaktive. Qasja më pozitive që duhet kemi ne si shqiptarë është të shfrytëzojmë kanalin për shkak të 3 përfaqësuesve, të cilët kanë një vlerësim, do të thosha me nuancë pak më ndryshe se Trumpi në raport me Ballkanin, por dhe me shqiptarët. Marco Rubio e njeh mirë rajonin e Ballkanit dhe ka mbajtur një qendrim qoftë për NATO-n, qoftë për zhvillimin në Ballkan në mënyrë të veçantë për Kosovën. Mike Waltz po ashtu ka qenë involvuar në çështjet e sigurisë, edhe në çështjen e antarësimit të Shqipërisë në NATO, kur ka punuar në Pentagon si këshilltar me sekretarin Rumsfeld, por dhe me sekretarin Gates. Dhe një nga njerëzit që ka bazën e informimit dhe inteligjencës së Shtetit Bashkuar të Amerikës, që është John Ratcliffe, është pashë një kongresmen me eksperiencë, unë e njoh prej 14 vitesh, dashamirës në ekstrem për sa i përket shqiptarëve dhe Kosovës në mënyrë të veçantë. Ajo që duhet bëj Kosova sot, por dhe Shqipëria në mënyrë të veçantë, është të gjejë rrugët e komunikimit edhe me Kongresin dhe me këto personalitete. Dhe Kosova duhet ta fillojë politikën e marrëdhënies me administratën Trump atje ku u la. Tek marrëveshja që do thonë ne duhet ta lexojmë mirë atë marrëveshje të Abdullah Hotit, Vučićit edhe Trumpit. Duhet shikojmë avantazhet dhe disavantazhet. Si avantazhet i kthejmë në kapital dhe përpiqemi që negociatat disavantazhet ti minimizojmë. Sepse përndryshe nëse do ecim me atë çka duam ne, do të jetë krejt e pamundur dhe e vështirë. Unë jam mirë, është skup i kësaj dite. Më fal Alta, sot është si gazetar, unë sot po dëgjoj tani, po dëgjoj një skup. Fatmir Mediu është kundra Sali Berishës në lidhje me programin e zotit Trump që ishte për shkëmbim territorësh. Jemi dakord bashkë? Gens, e keni informacion gabim. Sali Berisha Jo, thjesht po të komentoj ty. Që se jemi dakord me atë program, Berisha atë program e denoncoi. Jo, edhe Sali Berisha ka qenë kundër shkëmbimit territorëve. Marrëveshja e Trump nuk ka qenë për territoret. Marrëveshja e Trump ka qenë për marrëdhënie ekonomike. Marrëdhënie ekonomike. Në po ta lexosh, prandaj thash që duhet ta lexoj me vëmendje. Dhe zoti Berisha ndan të njëjtin qëndrim me mua. Unë mendoj që sot politika e administratës Trumpit nuk është një politikë diplomacie tipike.
është një diplomaci pak më ndryshe. Dhe këtu duhet shikojmë, do të bëjmë atë që është racionalja, si shqiptar. Prandaj përmendaj që s'ka nevojë për paternalizëm, Shqipëria duhet të jetë faktor mbështetës të gjitha forcave politike, ka nevojë për një unison dhe një qasje të përbashkët politike në Kosovë, me të gjitha autoritetet cilët kanë qenë negociator dhe kanë ndërtuar historinë e marrëdhënieve me Shtetet Bashkuara të Amerikës apo edhe me Europën, që të jenë pjesë e një angazhimi të përbashkët si në planin politik edhe qeverisës. Në qoftë se do ecim kush është kryeministri i Kosovës apo kush është njeriu që kontrollon çdo gjë në Shqipëri, ne shqiptarët vetëm do humbasim. Ka një thjeshtgënc. Ne jemi vend antar i NATO-s, nuk kemi kapitalizuar sot as edhe një gjë si vend antar i NATO-s, as në pikpamjen e deterrancë politike në marrëdhënie me vende të tjera të rajonit Ballkanit, për konsiderimin e kërcënimeve dhe për të pasur më shumë leverage në NATO apo në takimet e NATO-s, as në pikpamjen ushtarake. Ne nuk kemi një ndërveprim me vendet e tjera të NATO-s në rajonin e Ballkanit, nuk kemi struktura operacionale të tilla që t'i bëjnë vallë një rreziqe të mundshëm për atë që është detyrë e forcat armatosura që duhet parë në një këndvështrim rajonal për të përfshirë dhe Kosovën, e për më tepër nuk kemi një economy of scale për ndërtuar një raport qëndrueshëm me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në qoftë se do ecim, e kam thënë, me politika të joint procurement, ne mund të kemi një marrëdhënie të qëndrueshme me industrinë ushtarake europiane, po ashtu edhe amerikane, për ta pasur këtë marrëdhënie jo vetëm thjesht në diskutimin diplomatik, se shqiptarët janë mësuar me një gjë që duhet ta harrojnë. Amerikanët na duan dhe nuk kemi për të pasur asnjë problem. Kjo dashuri nuk është e përjetshme. Kjo dashuri nuk është, kjo dashuri duhet të jetë edhe pragmatiste, duhet të jetë edhe ndërtuar me bazë solide. Kjo është ajo që unë gjykoj. Dhe ka ardhur koha që të gjithë aktorët që janë marrë me çështën e sigurisë duhet ulen. Shqipëria sot nuk ka Këshill Sigurisë Kombëtare. Nuk ka vend NATO-s që mos ketë Këshill Sigurisë Kombëtare. Ne kemi një strukturë qeshtake që drejtohet nga një president që nuk e pyet kush, i cili nuk ka asnjë impakt mbi ekzekutivin, nuk kemi ndërthurje të inteligjencës tonë me inteligjencën e vendeve anëtare të NATO-s për të bërë analizën e çështjes së sigurisë dhe për të bërë veprimet. Çdo gjë në një vend buron nga strategjia e sigurisë kombëtare. Strategjia e sigurisë kombëtare në Shqipëri është miratuar me zero debate. Nuk as e kanë kuptuar, as e kanë kuptuar dhe as nuk e kanë përcjell për ta implementuar, si nga pikpamja financiare, por edhe nga pikpamja institucionale apo politike. Faleminderit. Elida Buçpapaj nga ju flet nga Zvicra. Ju përshëndes zoti Mediu, ju falenderoj shumë që keni pranuar ftesën e shoqatës tonë, që është një shoqatë e rëndësishme, sepse mbron interesat e opozitës dhe interesat dhe mbron çështjet e interesit kombëtar. Unë do të kam një shqetësim shumë të madh sa i përket 250.000 votave të diasporës. Dua të ngrej një paralele midis Zvicrës, diasporës së Zvicrës dhe diasporës së Shqipërisë. E ngrej këtë parantezë sepse Zvicra e konsideron diasporën pjesë integrale të shtetit vet. Kështu për shembull, vjet në 2024 në mbajt kongresi 100 i diasporës zvicerane. Për herë të parë ky kongres është mbajtur në 1918 dhe është ndalur vetëm gjatë luftës së dytë botërore edhe gjatë periudhës Covidit. Zvicra e ka marrë në konsiderat diasporën që të filloi të votojë në 1977, ndërsa në 1992 e ka integruar tërësisht. Dhe në qoftë se Zvicra ka 4 rajone, frankofone, italiofone, gjermanofone dhe romansh, ajo diasporën e konsideron Zvicra e 5, pra e konsideron një pjesë të integritetit dhe sovranitetit të shtetit të saj. Prandaj, do me thënë, Zvicra ka 1/10 e diasporës, diaspora përbën 1/10 e popullsisë Zvicrës, është e gjitha, do me thënë, voton e gjitha dhe veç kësaj i ka të gjitha privilegjet si çdo qytetar që jeton në Zvicër. Ndërsa unë dua të ngrej shqetësimi se Edi Rama, unë e them këtë nga pozitat e një gazetare që ka hulumtuar gjatë gjithë kohës, Edi Rama gjatë këtij 10 vjeçari ka ngritur një sistem paralel copy-paste me situatën që ndodhet në Shqipëri. Çdo të thotë kjo, do të thotë që ai ka ngritur një sistem shoqatash, organizmash, të cilat i furnizon me lek, me para, me projekte, me programe, me kështu që
është përgatitur, ka 10 vjet që ai është përgatitur për këtë ditë, është përgatitur jo në mënyrë të ndershme, sepse po të ishte përgatitur në mënyrë të ndershme, ai nuk do ta përçante diasporën, ta kthente diasporën në një lake dhe në një klient mirant të Edi Ramës, që është omnipotent, do të thënë që ka marrë dhe unë të njëjtin mendim me ju, se ndryshimet kushtetuese të 2008-s e kanë degeneruar sistemin demokratik në Shqipëri, kështu që unë shikoj një lloj entuziazmi tash të liderëve, sidomos për ato që jemi të interesuar për opozitën, që shkojnë në diasporë edhe priten me entuziazëm. Nuk dyshoj se këta 250.000 shqiptar janë të gatshëm, pjesa më e madhe e tyre nuk e duan Edi Ramën, por unë kam frikë nga metodologjia deri tanishme e Edi Ramës, që bëhet gjithmonë më perverse dhe që s'ka asnjë lloj morali dhe kodi etik. Kështu që unë them, zoti Mediu, si do t'i mbroni ju? A jeni pak si opozitë, sepse shikoj, a jeni pak naiv në trajtimin e këtyre 250.000, sepse mbani shpresën te diaspora, pa nuk keni frikë që të bëni me një njeri që mendja e tij diabolike mendon vetëm të manipulojë gjithçka. Edhe ai tash mendon që me këto diasporën të ndryshojë, të marrë përsëri mandatin e 4. Ju falemnderit shumë. Unë e vlerësoj jashtëzakonisht shumë shqetësimin tuaj, po të kthehem pak në histori. Në vitin 2009, kur ne kërkuam si mazhorancë së kohë që të përfshi diaspora në procesin e votimit, pra t'i jepej drejta e votimit, Edi Rama atëherë kundërshtoi me idenë që nëse do të bëhej kjo, atëherë nuk do të merrte pjesë në zgjedhje. Dhe më tej ka pasur debate nga më të ndryshmet që duhet përfshirë, janë mundësitë, a mund të shmanget manipulimi që vjen nga një sistem i korruptuar i qeverisjes siç është Edi Rama. Dhe ajo që është në thelb të çdo gjë është që njeriu i cili përzuri shqiptarët, 800.000 shqiptar në këto vite, do të kërkon të marrë votën e shqiptarëve, ka një lloj absurdi brenda. Por mbas këtij absurdi fshihet të gjitha tendencat korruptive dhe manipuluese të Edi Ramës. Këtë nuk e kam vënë ndonjëherë ndryshim dhe nuk e vën ndryshim. Unë dua të falenderoj Lëvizjen për Diasporën Shqipëri e Lirë, të cilët e çuan çështjen në gjykatë kushtetuese për detyruar politikën për ta parë këtë çështje me realizëm. Kjo ishte detyra e diasporës për Shqipërinë e Lirë. Fatkeqësisht, kjo duhet shoqëruar me një politikë shumë herë më të qartë nga ana e opozitës për të mos lejuar manipulimin e procesit. Mendoj që disa hapa serioze në këtë drejtim janë hedhur, por procesi i manipulimit nuk është thjesht momentin kur votohet. Procesi i manipulimit edhe në Shqipëri, por besoj në diasporë, ka filluar paraprakisht. Trupat diplomatike tonat janë kthyer në struktura politike të Partisë Socialiste dhe të Edi Ramës, të cilët kanë krijuar rrethin e vet të marrëdhënieve për të manipuluar atë pjesë diasporës që ata mund ta manipulojnë. Elementi i dytë që ka përdorur Partia Socialiste në këtë proces është nëpërmjet patronazhistëve. Pra, sistemi i patronazhimit në Shqipëri ka funksionuar si i tillë. Gjithë mekanizmi i administratës shtetërore është kthyer në një mekanizëm elektoral të Partisë Socialiste, ku ata e mbajnë vendin e punës vetëm në qoftë se do të bien votues për Partinë Socialiste sipas një numri të caktuar nga strukturat e Partisë Socialiste. Dhe të gjitha të dhënat e qytetarëve shqiptar, të cilat janë pjesë e privatësisë dhe interesave të çdo qytetari, tashmë nuk janë në dorë të shtetit. Shteti është njësuar me Partinë Socialiste. Dhe nëpërmjet tyre ata përdorin presionin nga më të ndryshme që kanë bëjnë me legalizimin, me çështje fiskale, me çështje ligjore e tjera, për t'i bërë presion qytetarëve për t'i marrë atyre votën në shkëmbim të avantazheve apo të favoreve që ata mund t'japin këtyre qytetarëve. Dhe kjo është ndërtuar në një politikë të qartë ku çdo njeri në këtë grupin e patronazhistëve identifikon si marrëdhënie të vetën 10 deri në 15 votues. E njëjta gjë u bë edhe për raportin që ata kishin jashtë Shqipërisë, pra me familjarët e tyre jashtë Shqipërisë. Ata i kanë qenë të detyruar të bien 5 deri në 10 votues jashtë Shqipërisë, çdo përfaqësues dhe punonjës i administratës shtetërore, për të regjistruar si votues të diasporës. A janë të gjithë këta votues të Partisë Socialiste? Unë them që nuk janë të gjithë, një pjesë e tyre mund ta bëjnë edhe për hatër të regjistrohen, por çështja si votojnë pastaj është një çështje tjetër. Shqetësimi që në fakt pritshmëria ka qenë për rreth 150.000 votues nga diaspora. Janë 245.000 të regjistruar. Kjo është pozitive, por ka edhe një problem tjetër. Më tepër vota e diasporës është infrastrukturë. Përveç regjistrimi e para,
dhe dyta për t'i sjellë dhe për të votuar, dhe treta për të pasur një proces votimi transparent, sepse mundodhin votime familjare, votime në grup e tjera, të cilat padyshim janë më të mundshme për të manipuluar. Dhe ne dim që shqiptarët, do thënë, pavarësisht nga sjellja e tyre personale, jetojnë edhe në grupe edhe në klube, të cilat efektojnë një lloj mënyre apo një lloj mënyre apo një mënyrë tjetër, do thënë, edhe raportet e votës tyre. Është më e vështirë për ta manipuluar apo për ta blerë diasporën, edhe për shkak të raporteve që ju thatë, siç ndodh në Zvicër dhe në vende tjera, por kjo nuk është absolute. Dhe kështu që duhet opozita të ketë një vëmendje shumë të madhe të marrëdhënieve me diasporën. Për shembull, një nga diskutimet që patëm me zotin Lasivita ishte nuk ka mbaruar procesi i opozitës vetëm me faktin e regjistrimit. Nuk mbaron as me faktin e bindjes që këta janë tanë dhe do votojnë. Çështja është mesazhi duhet përcjellë në mënyrë konsistente diasporës në raport me atë që ka propozon opozita dhe me atë që ka nevojë vendi. Dhe kjo duhet bërë qoftë nëpërmjet rrjeteve sociale, qoftë nëpërmjet mekanizmave që ju i dini se ndodhin në vendet tuaja, email, kontakte telefonike etj. Ne duhet të dimë të vlerësojmë realisht ku janë votuesit nga diaspora që votojnë për opozitën, sepse sipas regjistrimit në çdo qark, për shembull qarku i Tiranës, dihet sa janë votues të regjistruar diasporës për qarkun e Tiranës. Po ashtu përpara kësaj ne kemi pasur dhe listën e votuesve të Tiranës, ku ka qenë pjesa më e madhe, mbi 90% e këtyre njerëzve që janë regjistruar. Dhe ne duhet të identifikojmë këta qendër për qendër votimi. Ka një problem opozita që është një çik më tepër frym se sa që është strukturë. Çështja e diasporës është më tepër strukturë dhe infrastrukturë se sa është thjesht frym. Unë kam qenë me zotin Berisha në takimin e Milanos dhe vërtet kam parë një situatë si në 2005, nga pikpamja e qasjes, sjelljes, vlerësimit, dëshirës për ndryshuar Shqipërinë, por kjo nuk mjafton. Dhe unë mendoj që gjithë struktura elektorale e opozitës, e drejtuar nga Partia Demokratike, duhet të di si të adresojë dhe të targetojë çdo votues diasporës deri minutën e fundit. Ne duhet kemi dijen tonë se si do të votojë çdo votues i diasporës në momentin e fundit. Nuk mund të ecim vetëm me idenë e numrave që janë regjistruar apo pritshmërive që ne kemi për shkak të informacioneve që marrim në rrugë të ndryshme. Unë mund t'ju them që opozita në relacion me diasporën ka një zero aktivitet. Në kuptimin që nuk po flas tash për këto mitingjet dhe për këto që po bëhen, po flas pikërisht për atë që thoni ju, që ndërsa Edi Rama ka organizuar gjithë shtetin për të manipuluar dhe për të marrë ato, opozita ka zero. Gjithë ambasadat, gjithë projektet, gjithë programet, gjitha kontrollohet. Ministrinë e diasporës Edi Rama e shkriu dhe gjithë drejtoritë e ministrisë i mori direkt në ombrellën e qeverisë. Do me thënë i ka në urdhrat e tija dhe gjithçka kalon e centralizuar nga koka e Edi Ramës. Kështu që Elida, unë pajtoj me shqetësimin tënd dhe ja kam thënë zotit Berisha, diaspora ose do të jetë ndryshimi ose do të jetë gropa e madhe. Se për shembull ne jemi një shoqat që kemi një aktivitet prej 4 vjetësh, kemi 30 vjet që mbështesim diasporën, që mbështesim opozitën. Opozita bën gjë sikur nuk na njeh, është domethënë që nuk ka politika afruese, po ka politika përjashtuese. Ata ruajnë gjithmonë atë karriken e tyre dhe kujtojnë se ne e kemi mendjen që të vijmë dhe të marrim, ne kemi interesi jonë, është interesi kombëtar, është Shqipëria. Gjithmonë për ne koncepti është shumë i madh, për ne është Shqipëria, pastaj është partia dhe pastaj është edhe pikërisht. Dhe prandaj ju falenderoj edhe një herë për dëshirën tuaj për të kontaktuar me shoqatën tonë. E kam thënë në media përpara se të fillonte fushata. Ne kemi pas një shans shumë të madh si opozitë për të prur figurat që nësishme diasporës në jetën politike shqiptare. Pra figurat cilat duhet konkuronin dhe duhet ishin në logjik për mendimin tim qeverisja hije e opozitës shqiptare. Fatmir Mediu ka qenë ministër, nuk ka pse të pretendoj të jetë më ministër. Është ndryshe rasti zotit Berisha për shkak të autoritetit që ka e tjerë. Por mendoj që do thënë politika nuk është vend pune, as parlamenti nuk është vend pune. Është marrëdhënie e interesi shumë të madh se sa thjesht një rrok të qenurit rroktar. Kështu që në këtë pikpamje ne duhet të gjenim kualitetet më të mira përfaqësuese të diasporës, të cilat do ta bënin diasporën shumë më afër opozitës, duke përfshirë ata në procesin e kandidimit, por edhe në procesin e qeverisjes të nesme. Dhe do të ishte një ndryshim kualitativ, absolutisht mbi identime i politikës shqiptare. Për fatin e keq,
sistemi zgjedhor që është në fuqi e kufizojnë në mënyrë të jashtëzakonshme këtë lloj marrëdhënie, sepse njëri në diasporë e ka shumë më të vështirë që të bëj fushat sa njëri që është po të jetë listë e hapur sa njëri që është në Shqipëri, apo jo. Sepse do ta kufizonte shumë marrëdhënien brenda atij numri votues që ishte dhe do ta kishte pothuajse të pamundur që fitonte të drejtën që nëpërmjet votës të vinte. Dhe prandaj them që ai sistem që do ishte ndoshta edhe me 7.000 apo 6.500 vota, si u propozua si kufiri për të marrë mandatin, do të ishte shumë më tepër efektiv se sa sistemi që kemi sot. Por jemi në këtë situatë. Ne kemi disa përfaqësues nga diaspora. Por pjesa aktive e diasporës, siç thoni ju, që është angazhuar në shoqata e tjera, do të thënë nuk është akoma pjesë e marrëdhënies tonë politike dhe elektorale. Dhe ndoshta është kjo, do të thënë thonë ndonjëherë që vende bosh në politik nuk ka, por do të thënë vendet kur fillojnë, do të thënë zihen nga ata njerëzit që do të thënë janë tek ato rrathet vicioz afër që dinë ta manovrojnë çik më mirë politikën se sa njerëzit cilët kanë më tepër një botë ideale, edhe për të bërë atë që është më e mira. Unë shpresoj që opozita duhet ta kuptojë që duhet dalë nga ky lloj qertulli. Opozita nuk është vetëm e deputetëve që duan të marrin mandatet në për deputet prapë. Opozita duhet jetë e qytetarëve. Qytetarët kanë njerëz me cilëtite të jashtëzakonshme. Po diskutonim dje për shembull. Do të bëhet takimi i hapjes në ditën e premte dhe po ju them nuk është sekret. Debati ka qenë do flisin koordinatorët apo udhëheqësit të ashtuqyrë udhëheqësit të opozitës apo duhet flisin qytetarët. Edhe dominoi ajo kur folëm me kolegët tanë, miq tanë në Amerikë, që duhet flasin qytetarët. Nuk do flasin koordinatorët e partive, pra nuk mund të kemi të njëjtën qasje siç kemi pas gjithkohës që partia dominon dhe populli dëgjon. Ne duhet gjejmë qytetarë që thotë pse unë jam burrë e grua këtu dhe familja ime ka ikur pjesa dhe unë nuk jam i shkëputur me pjesën time të familjes pavarësisht nga ndihma që më japin. Pse nuk marr pensionin? Pse nuk kam standard ekonomik? Pra gjitha pyetjet që ju shtroni duhet vinë nëpërmjet qytetarëve në një diskutim që duhet ta bëjë opozita në hapjen e fushatës. Apo pjesa e rinisë, që është shumë e rëndësishme për ta bërë pjesë, do të thënë të kërkesës karshi opozitës, për ta bërë atë më të përgjegjshme, më accountable, për të dhënë përgjigje të duhura në raport me atë çka do bëhet nesër. Pra mendoj që jemi në një proces të nqasje më ndryshe, por është një çike vështirë, do të thënë, për të ndryshuar tërësisht. Modeli Zoti Berisha është modeli i politikanit tipik klasik, shtetarit klasik, dhe Edi Rama nuk e ka problem të kapërcej nga një ide në ide tjetër, të qeshjet qaj, do të thënë të shfaqet si TV për interes. Më falni se po jap vetëm një rast që tregon karakterin e këtij njeriu. Para disa kohësh një vjedhcar dhe një miku im, një prokuror i përgjithshëm i shtetit të rëndësishëm të Amerikës. Edhe më kërkoi që takoj me zotin Rama. Edhe kërkova takim, tha dakord. Dhe para se shkojnë takim, meqense miku im ishte shumë konservator, kundër Soros e tjerë, thash lutem shikoj, thash pak me kujdes, qoftë edhe për korrektesë, me që po bëjmë takim dhe pranoj takimin me ato çështjet e Sorosit e tjera. E më tha pa merak. Kur doli nga takimi, më tha Fatmir, tha ke gabim, tha ai nuk ishte pro Soros, ishte pro Trumpit. I thash unë kam gabime, thash po ti je pak naiv, thash sepse ai ka lexuar kush je ti, thash e tha atë që do të dëgjojë ti. Dhe kjo është situata. Kamelonizmi i Edi Ramës është i njohur tani. Edhe fakti që nuk shtron asnjë platformë, po bën këtë lloj debati është për ta larguar shoqërinë nga pjesëmarrja në proces të votimit. Ka larguar pjesën që është larguar nga Shqipëria, por po përpiqet të largojë dhe ata që janë votuar në Shqipëri që thonë kjo politikë kaq e pist, kaq bajate e tjerë, pse duhet marrin pjesë, duke parë si një gjë të huaj. Pra më fal se kalova nga çështja, por po them për ne është shumë e rëndësishme vota e diasporës. Por është shumë e rëndësishme si do punojmë tani me ata që janë regjistruar për të mbajtur marrëdhënien deri në momentin e fundit, pa dallim se kush i ka regjistruar, si i ka regjistruar. Deri zoti Mediu, ftoj Ardian Mura, i cili flet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Faleminderit Alba. Tanisja personale thoja që jam një nga 3 antarët e familjes time që nuk kam mundësi të votoj. Kjo ishte shqetësuesja pas shumë tentativave, po megjithatë jam jashtë atij grupit 24.000 plus, sa mund të jetë të amerikanëve që mua nuk më mbushet mendja që jemi kaq pak në një kontinent si Amerika, 24.000 të përfaqësojmë Shqipërinë. Kjo është pjesa më shqetësuese e diasporës të Amerikë, megjithëse është qindra vjeçare, do thoya mbi 120 vjet. Ajo që më ngacmoi për të pyetur zotin Mediu në këtë takim të parë, dhe faleminderit për pranimin e ftesës, lidhet me
dy detyra që ju keni pasur gjatë qeverisjes. E para, të dy ato lidhen me mjedisin dhe me mbrojtjen. Dje ishte 16 vjetori i pranimit në NATO, do kisha shumë dëshirë që kjo të përmendej pak nga ana juaj në pjesën e strategjisë, se si çështja e sigurisë kombëtare do të vazhdoj, dhe për një arsye që ishte fare minimizuar nga ana e qeverisë në ky nivel ministerial, më duket shkoi deri në një grad të një zëvendës ministri me përfaqësim, por jo me ndonjë mbulim të fuqishëm lajmesh, po themi të trajtës propagandistike që zakonisht qeverisja ka bërë në gjithë këtë periudha. Dhe ju mund na e zgjeroni këtë këndvështrim dhe në lidhje me mjedisin, çfarë ndryshimi shihni nga ajo kohë kur ju keni qenë drejtues me kohën e sotme që pretendohet për një zhvillim të madh turistik, bregdetar, ku ne dim shumë mirë që një numër i madh i turistëve, pavarësisht shifrës 12-15 sa mund të jetë tani, është dhe ndotje kundrejt ambientit dhe shpenzimi i energjive të ndryshme, qoftë natyrore, qoftë mjedisore. Dhe sa ka ndryshuar ky koncept, për çfarë i mungon Shqipërisë në këtë zhvillim turistik ose në infrastrukturor, çfarë i mungon asaj Shqipërie të zonave të mbrojtura, duke futur këtu dhe karakteristikat qoftë të ndërtimit të rrugëve ose veprave të mëdha infrastrukturore me tunelet dhe ndërtimin e aeroporteve, ku dy ekstremet i kemi, një në Vlorë në ndërtim i propaganduar që do të inauguroj para zgjedhjeve dhe spostuar, me një shkatrim të faunës pra në lagunën e Nartës, dhe një i strategjik po prap i Kukësit, i cili herë dëgjojmë, herë se dëgjojmë dhe nuk e dim a ekziston dhe çfarë trafiku përfaqëson ai në raport me 12 milion turistë që hyjnë e dalin, po themi nga pika kryesore e Rinasit. Do në çfarë është ky kaos edhe nga kjo anë? Atëherë, për sa i përket pyetjes së parë. Faleminderit. Faleminderit juve. Unë mendoj që antarësimi i Shqipërisë në NATO ka qenë një nga arritjet më të mëdha të historisë sonë kombëtare. E them këtë me bindje tonë, sepse nuk është një marrëdhënie thjesht ushtarake, është një marrëdhënie politike. Ti je pjesë e një familje të vendeve anëtare të NATO-s, ku vendimet merren me konsensus, ku garantohet siguria në marrëdhëniet e ndërveprimit ushtarak, por edhe diskutimin për çështjet gjeopolitike, të cilat pavarësisht se ne jemi vend i vogël, efektojnë në mënyrë apo në tjetër dhe rajonin, edhe Shqipërinë, edhe në mënyrë të veçantë çështjen shqiptare, mendoj që ka qenë një nga arritjet më të mëdha. Edi Rama ka qenë njeriu i cili është përpjekur të shumëzojë me zero çdo arritje të shqiptarëve. Qofse keni parë çdo gjë që ka të bëjë me historinë shqiptare, do të realizuar më parë, Edi Rama është përpjekur ta bëjë zero. Po jap një moment, ne shkojmë në një diskutim të përbashkët në Kuvendin e Kosovës. Dhe Edi Rama e filloi fjalën në mënyrë shumë fyese për vetë përfaqësuesit e Kosovës dhe pastaj kaloi tek pjesa shqiptare duke thënë që Shqipëria ka qenë delja e zezë para se binte Edi Rama në qeveri. Dhe shqiptarët duhet mendojnë se sa po zhvillohet Shqipëria tani. A e dini ju, tha, që unë do bëj samitin e NATO-s, kanë ardhur këta të shikojnë. A e dini, tha, që do vi presidenti amerikan këtu, e di çdo të thotë vi presidenti amerikan, sa masa duhen, sa masa nuk duhen, etj etj. Dhe me thënë drejtën, do të thënë, më erdhi, unë nuk jam nga natyra që unë përpiqem të jem sa më etik, nuk përpiqem ta personalizoj gjën, por edhe duke qenë në Kuvendin e Kosovës, u përpoqja ta kafshoja gjuhën, isha sa më i matur, se nuk ishte sens që do të çonin problemet tona të Shqipërisë në Kuvendin e Kosovës, por megjithatë, në fjalën time i thash vetëm kaq, që ne nuk kemi as të parët, as të fundit dhe as të vetmit. Shumë e rëndësishme është me sa respekt dhe dashuri ne luftojmë për çështjen kombëtare, e para. E dyta, Shqipëria në kohën kur ti ke ardhur në qeveri ka qenë vend antar i NATO-s dhe Kosova ka qenë e pavarur. Janë dy momente që Edi Rama nuk i përmend asnjëherë për faktin se nuk ka qenë as aktor, do thënë terciar në këto procese.
Dhe po jo them Edi Rama nuk ka pasur një vlerësim për NATO-n. Kur unë kam qenë ministër mbrojtje kam pasur një takim me të dhe më thoshe pse po smarrim ja 4000, më falni zezak nga Afrika që vazhdon me këtë idenë e NATO-s. I thash ti je kryetar opozite, mos kesh konceptin politik, jo vetëm thjesht ushtarak, por një gjë kaq të rëndësishme është varfëri e madhe. Dhe Edi Rama e ka këtë varfëri. Edi Ramës nuk i intereson jo vetëm NATO, pas Europa. Edi Rama çdo gjë në marrëdhënie ndërkombëtare ka pasur një lloj show personal deri në kthimin në një lloj njeriu, kam folur edhe me ata që kanë qenë drejtues të disa paneleve, deri në një lloj sjellje, pak shumë të egzageruar, jo vetëm nga pikpamja e shfaqjes, por edhe e thelbit. Dhe Edi Rama nuk e ka dashur një NATO-n. Vjet ishte 15 vjetor i NATO-s. Dhe unë mendova sinqerisht që ai do bënte një event shumë të madh, do të thënë në raport me këtë arritje shqiptare se 15 vjet. E zoti Berisha më kërkon që unë të organizoj një takim për NATO. Dhe unë e bëra gjithë përfshirës, me të drejtën sepse kam parë si një proces gjithë përfshirës. Këto disa nga figurat e Partisë Socialiste që ishin punuar në Ministrinë e Jashtme, por që do të nuk ishin më në qeveri, edhe disa ushtarak të lartë, por ftuam gjithashtu edhe nga Kosova, edhe nga Maqedonia, edhe nga Malizi shqiptar, aktor politik, dhe njëkohësisht ata që na kishin mbështetur. Generalin Jim Jones, që kishte qenë NATO Supreme Commander, këshilltari i Obamas për sigurinë, generali Petraeus, që ka qenë komandanti në Irak, drejtori i Shërbimit Inteligjente Amerikane, ministrin gjerman, ministrin italian, rreth shumë figura të shura që kishin qenë miq dhe partnerët tanë që ne ndonjëherë i harrojmë. U bë një event jashtëzakonisht i mirë. Dhe Edi Rama nuk bëri as aktivitetin më minimal përveç se një fjalë të ministrit jashtëm në ministri që sot bëjmë 15 vjet nga NATO. Të njëjtën që bën edhe tani. Edi Rama nuk ka vajtur asnjëherë në NATO, as në mbledhjet të kryeministrave, as ministrat jashtëm, as ministrat mbrojtjes, me një platformë që ka të bëjë me çështjen e sigurisë. Prandaj unë mendoj që këtë çështje opozita duhet ta kapitalizojë, jo se kemi bërë në NATO, por çfarë sjell si kapital plus për çështjen e sigurisë dhe interesit ton kombëtar, do të thonë antarësimi i NATO apo qenia vend antar i NATO-s. Opozita nuk mund të jetë opozitë e djathtë konservatore pa njohur mirë, do të thonë dhe mbrojtur interesin e sigurisë dhe interesin kombëtar. Dhe atë që kemi bërë ne do ta kthejmë në një lloj kapitali që vlen këtë tutje. Dhe prandaj them që një dimension të tolerancë politike, ushtarake dhe ekonomike me vendet tjera të NATO-s në Ballkan, nisur edhe nga shembulli baltik, duhet të jetë një lloj filozofie politike që duhet ta elaborojë sa më qartë opozita shqiptare. Pse nuk e bën Edi Rama? Unë them që para Rama nga natyra e tij është do të thonë njëri i cili nuk vlerëson askënd. As si arritje historike, as si arritje, po them njerëzore, nuk e ka këtë. Edhe unë po them sinqerisht, unë jam krenar për atë punë që kam bërë bashkë në drejtimin e zotit Berisha për antarësimin e Shqipërisë në NATO. Unë kam ikur 10 ditë përpara, 2 javë përpara se të bëj samiti për faktin sepse ndodhi tragjedi e madhe dhe unë kam dhënë dorëheqje në atë kohë, e them sinqerisht, sot ndoshta duhet të mendoj gjërat më ndryshe, në atë që ishte, si them unë, detyrimi moral për një sjellje ndryshe, sepse njerëz do të humbën jetën kohën kur isha ministër mbrojtje. Biles po jo them miqësisht që sekretari amerikan i mbrojtjes në atë kohë, sekretari Gates më morin telefonin tha që skepse të japësh dorëheqjen ti për një çështje që ka të bëjë me demontimin për faktin sepse nuk është çështje ministri. Dhe po ja them me sinqeritet që unë sot do të thënë proceset tonë çështja e Gërdeci shpërtimit, unë jam për kerrit kalibra, s'kerrit kalibra, gjë që është një gjë turshme. Kur e pyeta prokurorin tash ç'është kalibri i madh i vogël, më tha se dita, se unë jam jurist, po i thashun unë nga ta di, meqense unë nuk jam jurist as ushtarak i thash, por do të thënë pra është një lloj absurditeti që vazhdon edhe në përdorimin politik të disa çështjeve. Dhe ka dy gjëra në politikë që do ka një gjyq i cili është penal ose legal, por ka edhe një gjyq mediatik popullor i cili do të thonë ka një dëm dhe një kosto jashtëzakonisht të madhe. Por unë kam ndjekur gjithmonë atë rrugën që do të thonë të përpiqem të jem çik më korrekt me ata që kanë pas vujtjen se sa thjesht me interesin tim në momentin. Por që ta kaloj këtë moment, unë mendoj që kjo arritje historike që ne kemi pasur për antarësimin e Shqipërisë NATO, që i shërben interesit tonë kombëtar, duhet të jetë një çështje që duhet elaboruar jo vetëm si histori, por dhe si e ardhme nga ana e opozitës. Ne do bëhemi të dëgjueshëm me Shtetet Bashkuara të Amerikës në momentin kur do trajtojmë siç duhet çështjet e sigurisë dhe të interesit tyre. Interesi tyre për stabilitetin në rajonin e Ballkanit lidhet edhe me ndikimin e Kinës, edhe me influencat ruse, edhe me sjelljen e Serbisë në rajon. Dhe jemi nga rajonet të cilët kemi probleme jo të vogla, me atë që ndodh në Bosnjë, me atë që ndodh në Kosovë, me atë që ndodh në Malnezi, por kështu që ne duhet të jemi pak më të thjellët në atë çfarë flasim si opozitë në raport me këtë çështje. Për të ardhur pasaj tek ajo që do Edi Rama bën propagandë.
Unë po të bëj vetëm një krahasim. Krahaso Malezi me Shqipërinë. Jo se Malezi është mrekulli. Por në qoftë se flasim për vend suksesshëm në raport me popullsinë për frym, për turizëm është Malezi, nuk është Shqipëria. Dhe Malezi ka sot brende turizmit të cilat do thënë janë kualitative. Ke One and Only, që është nga brendet më të mira, ke Lushtica ndërtuar nga Saviris, që janë rezorte, nuk janë shtëpi banimi. Shqipëria ka mbushur Bregdetin me shtëpi banimi, nuk e ka mbushur me rezort. Ne kemi vetëm Melia në Durrës dhe nuk kemi asnjë rezort tjetër, sepse edhe ajo që është Green Coast janë shtëpi të dyta apo të treta për një pjesë të njerëzve në Tiranë apo të një pjesë të tjetër, nuk janë rezorte. Dhe për fatin e keq, nuk është zhvilluar në mënyrë proporcionale me mjedisin, që të jetë një zhvillim i qëndrueshëm. E gjithë Sardenja është zonë e mbrojtur. E gjithë Sardenja është qendra më e madhe turistike që ka sot për sot Italia. Është zonë e mbrojtur, por nuk është e pazhvilluar, por është zhvilluar në mënyrë proporcionale të përputhshmërisë së natyrës me ndërtimet. Jo me ndërtime gjigande me 10-15 kate apo me shtëpi të ngjitura me njëra tjetrën, por në përshtatshmëri me natyrën dhe ruajtjen edhe të pastërtisë Bregdetit, edhe të vegjetacionit, florës dhe të faunës, dhe gjitha janë bërë në një studim logjik. Edi Rama e ka propagandë, edhe atë që ka bërë ligjin për investime strategjike, e ka për të kontrolluar ekonominë e zonës Bregdetit. E ka për të kontrolluar marrëdhëniet ekonomike dhe financiare për të përdorur ato për pushtetin. Po jap edhe një fakt tjetër, ajo që ndodhi me Belerin, se bëjmë diskutime, jo ishte minoritar, jo ishte minoritare të tjerë. Edi Rama e ftoi Fredi Belerin për të qenë kandidati i Partisë Socialiste. Dhe Fredi Beleri nuk pranoi. Sepse interesat ekonomike të Ramës apo të pushtetit socialist në zonën e Bregdetit kanë qenë të jashtëzakonshme. Pjesa më e madhe që kanë investuar atje në Bregdet, mbi 90% janë klient të Zotit Ramës. Dhe kjo është bërë me qëllim që do të çdo pjesë e territorit shqiptar, qoftë zhvillim infrastrukturor, qoftë zhvillim turizmi, qoftë zhvillim energjetik e tjerë, të jenë kapitale që mblidhen rreth pushtetit e Edi Ramës për t'i kontrolluar pastaj për interes zgjedhjes e mbajtjes pushtetit pafund. Pra varfërimi nga një ranë largimi, kontrolli i bizneseve dhe shpërndarja e financave në duart të kontrolluar në marrëdhënie me pushtetin, janë dy rrugë me të cilat ai mendon që do të mbajë gjithkohës pushtetin dhe për të mos thënë atë që është më frikshme dhe të mërshme për Shqipërinë, është do një sistem narkotik i ndërtuar në Shqipëri, i cili vjen dhe ka burim parash të shumta për të kontrolluar dhe politikë dhe ekonomi. Po ja vetëm një dhënë. Në Amerikën Latine, si asnjëherë tjetër, janë mbi 2000 të rinj shqiptar, të cilët janë në marrëdhënie të drejtë për drejta me kartelet e drogës. Dhe kjo është e frikshme. Dhe do të flasim për kokainën. Filloi në 2014 me Edi Ramën me kanabizimin e Shqipërisë, dhe në atë kohë për fatin e keq edhe ndërkombëtarët mbyllën syt. Ky kanabizim bëri kriminalizimin e pjesë të madhe të shoqërisë shqiptare, të cilët nga ai nivel shkuan në trafik tjetër pastaj të drogave të tjera, për të arritur që të kemi një marrëdhënie drejt për drejt edhe me grupet kriminale në Amerikën Latine. Por që t'i kthehem asaj që pyetët juve, do t'ju them me bini që turizmi nuk është numra. Turizmi është kualitet. Sepse kualiteti sjell më shumë të ardhurat. Dhe ne nuk kemi zhvilluar rezorte turistike të niveleve të mira, po flas të cilat do të ishin atraktive. Ne nëse do ecim drejt turizmit popullor, do ta quaja, popullor në kuptimin e nivelit të shpenzimeve apo të kualitetit, ne nuk kemi për të arritur një gjë. Çështja është turizmi shqiptar do të ishte çfarë bënte atë atraktiv në raport me vendet e tjera. Nëse bën atraktiv çmimi i ulët i një dhome, do të thotë që nuk është kualiteti asaj çka duhet. Çfarë bën One and Only që ka një dhomë 1200 euro nata të jetë plot gjithë sezonin turistik, dhe sezoni turistik në Malezi fillon në muajin maj dhe mbaron në nëntor, kurse në Shqipëri janë 3, maksimumi 4 muaj sezon turistik. Pra që të them këtu kujdesi për mjedisin është kreti pakët, që t'ju flas sinqerisht, ja u them, kur kam qenë ministri i mbrojtjes, po të fliste ministri i mjedisit ose që ka ngen ky, ama kur jam bërë ministri i mjedisit kam parë që ne kemi bërë dëme natyrës dhe mundësive shqiptare që duan 100 vjeçar që të riparohen. Asaj që na fali Zoti, do të ne e prishëm dhe shkatruam, do të thënë për interes imediat, e cila ishte e palogjikshme. Për ta vazhduar, se do të quaj pyetje pambuk nga ana ime, vetëm pozicionet tuaja në Ministrinë të Mbrojtjes dhe të Mjedisit, ju jeni njëkohësisht një nga drejtuesit e opozitës ose përfaqësues kryesor në politikën e opozitës shqiptare që frekuentoni, themi, proceset ligjore.
sa ju ka penguar kjo në organizimin tuaj, veçanërisht dhe çfarë ndikimi mund të ketë, pas jush janë zoti Berisha, Meta dhe të tjerë raste që njohim, ku opozita është goditur dhe nga ana e drejtësisë. Ja, të falenderoj që më jep mundësinë që do t'ju shpjegoj pak edhe situatën. E para unë them që drejtësia e pavarur është ajo që respekton kushtetutën, kodin e procedurës dhe penale dhe kodin penal. Unë kam dhënë dorëheqje në 2008. Në 2009, pasi kanë hetuar në gjithë botën edhe për operacionet familjare, probleme që kanë pas me djalin, dhe nuk kanë gjetur asnjë abuzim financiar, kanë quar për procedim penal do për shpërdorim detyre me një akuzë qesharake për kalibrat apo për transport e municioneve, Ministrin e Mbrojtjes. Në vitin 2009 gjykata e lartë ka pushuar çështjen për shkak se prokuroria do të thonë atko nuk kërkoi heqjen e imunitetit. Por çështja është gjykuar dhe në gjykatën e shkallës parë dhe në gjykatën e shkallës 2 dhe ka lëshuar fuqinë gjykatën e lartë, ku është thënë që do të thonë çështja është gjykuar dhe çështja nuk mund të rihahet. Po ashtu, parashkrimi është një element kryesor të sigurisë juridike. Parashkrimi i veprës penale shpërdorimit të detyrës ishte 10 vjet. Dhe duke qenë kështu, hapja e saj ka qenë në mënyrë krejt pa precedent dhe një vendim gjykatës së lartë solli një vendim për ta diskutuar në gjykatë e shkallës parë. Këtë ja them për sa i përket do të thonë respektimit të ligjit edhe të kushtetutës nga ana e prokurorisë. Me një dosje që spaku jo vetëm nuk e preku, por tha ishte shumë komplekse dhe po çojmë kështu siç është. Pa i ndryshuar as edhe një fjalë. Ka bërë prapë hetim pasuror për fatimin e diun në të gjithë botën, edhe në Amerikë të mi që më kanë ndihmuar e tjerë me radhë, pa gjetur asnjë lloj abuzimi. Megjithatë, ajo që unë dua të them në planin personal është një ngarkesë jashtëzakonisht e madhe. Për faktin sepse media bën punën e vet dhe media thotë, po gjykohet për Gërdecin e tjerë në një kohë që gjykata vetë është shprehur që ministri nuk ka asnjë lidhje me shpërtimin Gërdec. Po gjykohet për çështje shpërdorim detyrës që ka të bëjë në kontekst me veprim në mënyrë të vullnetshëm për shkaktuar një dëm interesave ekonomike të shtetit. Që edhe kjo është absurde, sepse ishte vetëm kompani që neve na dha të ardhura në një kohë që me tjerë ne kemi paguar në procesin e demontimit. Por nuk po hyj në këtë histori. Por konsumi, po ju them fizik, mendor e tjera, që të hapësh mbi 40.000 faqe, ti kthehesh të bësh dhe ushtarak për t'i shpjeguar gjërat njerëzve, që as avokatët mi si kuptojnë, dhe unë shkoj vetë në mënyrë personale në gjykatë, është një konsum jashtëzakonisht i madh, mendor edhe fizik. Për më tepër kur ke një trup gjykues, por ke edhe një prokurori që i ka mbyllur syt, i ka mbyllur dhe veshët edhe trurin e nuk do të dëgjoj më. Dhe ndoshta në njerëz shikoj si gabim timi që përpiqen futen thellë në shpjegime të gjërave, sepse shikoj që nuk duan vërtet as të lexojnë dokumenta, nuk duan as të shikojnë realitetin siç është. Po ju marr një fakt tjetër. Ne kërkuam, siç është rregulli gjyqësor, që do të kishte dëshmitarët e prokurorisë dhe dëshmitarët e palës akuzuar. Për fatin e mirë, komandanti suprem i NATO-s, vëndsekretari amerikan i mbrojtjes, ministri gjerman i mbrojtjes, ministri italian i mbrojtjes, edhe komandanti i NATO-s Tiranë pranuan që të ishin dëshmitarë në proces. Dhe gjykata tha që nuk pranuan se nuk janë relevant. Një nga ata miqtë e mi, generali John Staure, tha nga e din ata që jam relevant ose jo, unë se nuk më kanë dëgjuar akoma. Kur të më dëgjojnë atëherë thonë jam apo se jam relevant. Që ne në një kohë gjithë proceset, gjitha marrëdhëniet kemi marrë nëpërmjet këtyre raporteve që kemi pasur me këto vende. Por po e lë dhe këtë. Ky është një proces i cili do të thonë është impenjativ, nga pikpamja e kohës, nga pikpamja emocionale dhe nuk të lë shumë që ti t'jesh i fokusuar dhe i përqendruar në proces. Arrestimi i zotit Berisha, një vit pa akuzë dhe po ju them në mënyrë të turpshme për një gjë që ka të bëjë, do të thonë me një ligj të miratuar me konsensus për shtyrjen e afatit për kthimin e pronës pronarit të ligjshëm, që për mendimin tim ka qenë një gabimet fatale të zotit Berisha që duhet ta kishte kthyer që në vitin 1991, atyre që u mori komunizmi dhe do të thonë i diskriminoi dhe u diskriminuan edhe në vitet në vazhdim. Kjo është e papranueshme. E vetmja gjë që mund gjykojnë atë çështje ata, ai ishte legale pronësia e dhëndrit të zotit Berisha, apo s'ka të bëjë me Berisha ose jo. Në momentin kur është legale çdo marrëdhënie tjetër, pastaj marrëdhënie biznesi është çështje e tyre. Pra, kjo është tjetër. Pastaj, unë nuk po hyn me ritën e çështjes, nuk e kam bërë as për Erion Belin. Do të se ka faja do t'i më. Por që presidenti i Republikës ta nxjerrësh në mënyrë të dhunshme, në mes të ditës, ta filmosh, ta dhunosh, kjo bëhet qëllimisht për treguar që ne nuk pyesim për asnjë gjë. Është presioni nëpërmjet drejtësisë dhe pushtetit për të thënë që ne jemi mbi çdo gjë dhe kontrollojmë çdo gjë.
për t'i vendosur qytetarë shqiptarë në presionin e frikës. Dhe më thonë shumë, po thonë edhe këte nga pala tjetër kanë arrestuar ata. Po është si puna e shautër. Në qoftë se ti në një chess game i heq mbretin një rëspal, loja ka mbaruar apo jo. Dhe ata goditën leadershipin e opozitës. Nga ana tjetër Rama nuk e kanë thirrur as për ta pyetur ndonjëherë. Qoftë për aferën e inceneratorëve, qoftë për afera tjera të këtyre sterilizimin e tjera, kanë qenë vendime qeverie. Qoftë edhe si dëshmitar nuk është pyetur. Pra nuk kanë guxuar as t'i afrohen. Dhe kjo tregon diferencën e madhe të sjelljes së pushtetit gjyqësor. Por po i vija sa që tha Genci. Gabimi absolut i ynë është kur bë vetingu, ne shkuam dhe do të në futëm një proces për të bërë vetus ata që kishte zgjedhur Partia Socialiste. Ndjes pas Bashkim Finua, thoshte më jepni kohë të votoj unë se ishim kush votonte më parë emrat, atë që më ka dhënë detyrë partia, se e merrim ne sikur ishte joni. Në një opozitë me sy mbyllur, i cila i dha mundësi që gjithë ky proces vetingu e tjerë dhe procesi transformimit të drejtësisë ishte tërësisht i kontrolluar nga ana e Partisë Socialiste. Megjithatë, pyetja e fundit është imja zoti Mediu, e di se u zgjatëm shumë, megjithatë ju e prekët pak në përgjigjen që i dha Ardit. E drejta e pronës private, mbrojtja, garancia e saj është një nga parimet apo shtyllat thelbësore të Partisë Republikane gjatë gjithë këtyre që në momentin kur është themeluar, formuar, dhe në këto 34 vite mbetet një nga plagët e shoqërisë shqiptare, duke theksuar se në këto 10 vite qeverisë socialiste me VKM të ndryshme kemi parë mënyrën agresive si ka vepruar ky pushtet për të vjedhur pronën private, për të bërë VKM dhe për t'i grabitur me projektin e zhvillimit të vendit duke mos respektuar parimin themelor të kushtetutës për garancinë e pronës private. Unë doja një pyetje, po bëj këtë pyetje nëse ju e keni në fokusin e programit tuaj qeverisë, si mund ta zgjidhni këtë plagë, të paktën para javë më parë kanë dalë disa statistika, në 10 vjeçarin e fundit janë mbi 26.000 dosje në Agjencinë e Trajtimit të Pronave Publike dhe kanë marrë prona vetëm 870 prej tyre. Pra jemi as në 5% të realizimit apo të zgjidhjes së këtij halli. Dhe nëse mund ta gërshetoni këtë pyetjen time dhe me faktin e pronësisë intelektuale. Ne të gjithë jemi gazetari, jemi autor të shkrimeve apo të librave të ndryshëm. Kemi parë se si pronësia intelektuale e drejtë autorit shkelet, përdoret duke vjedhur dhe autorsinë tonë, duke përdorur nga portalet e ndryshme. Mendoj se edhe kjo është një në fokusin dhe të unionit tonë, si Unioni Gazetarëve Profesionistë Shqiptar, dhe një nga çështjet që urojmë të jetë në fokusin dhe programeve politike, jo vetëm të Partisë Republikane dhe Aleancës së Shqipërisë Madhështore. Faleminderit. Ishte Albano që në fillimet e saj, Partia Republikane ka pasur çështjen e pronës si një nga çështjet themelore dhe besoj ka pasur drejt dhe koha ka provuar që ka pasur drejt. Sa brigodon atë kohë ka të një gjë, do thonë, në ato batutat e tij popullore, kjo puna e pronës është si puna e saj vezës ta që e thyen ta hedhin tigan, por nuk e mbledh dot më mbrapa. Dhe kështu ndodhin në fakt. Problemet e pronës u shtuan në mënyrë të vazhdueshme për shkak të moskuptimit. Mbi 87% e shoqërisë shqiptare kanë qenë pronar të nivele ndryshme dhe shteti ka qenë pronari më i madh në vitin 1944, 45, por edhe në vitin 1990. Pra rritja e sipërfaqes tokës në raport me rritjen e popullsisë ishte pothuajse 1/3. Dhe nëse do ishte ndarë toka shtetërore për ata që ishin pa pronë, ata do të dilin mbi nivelin e atyre që ishte fshatarësia e mesme e saj kohe. Megjithatë, zhvillimet kanë qenë akoma agravante mëtej, sidomos ligji që është bërë për fermat bujqësore, të cilat u kthyen pastaj në toka truall dhe ju dhanë agronom, inxhinier apo që punonin në fermat bujqësore, që mua si inxhinier nafte duhet më ishte dhënë një impuls nafte, dhe kjo ishte krejt e padrejtë dhe e pa logjikshme për të vazhduar pastaj në pasigurinë juridike që u krijuar me çështjen e pronës dhe në pamundësinë për të zhvilluar ekonominë mbi një ekonomi tregu të bazuar në vlerësimin drejt pronës. Ka pas një qëndrim të drejtë për një periudhë të gjykatës Europiane të Drejtat Njerëzit për çështjen e pronës, por që për fatin e keq u transformua kur zoti Rama erdhi në pushtet, sepse fatura ishte e lartë, por ishte e lartë për shkak veprimeve që bënte shteti. Dhe ajo që ishte akoma më e ligë nga ana e zotit Rama në fillimet e veta ishte vlerësimi i pronës me çmimin e vitit 1945. Pra jo vetëm ja morë, ja shfrytëzove
për 45 vjet, por ti e kthen prapë në kushtet para 45 vjetë në raport me çmimin që kishte vlera e pronës. Biles për të vënë diskutime dhe sasinë e pronës që mund të kthehen nëse ajo ishte e lirë. Megjithëse pjesa më e madhe e pronës pothuajse u zaptua. Pastaj ngelit e kjo pjesa që u pa që ishte prona në Bregdet. Dhe në pronën Bregdet doli ligji për investimet strategjike. Ligji për investimet strategjike ka një absurditet që nuk mundohet në asnjë vend demokratik. Që shteti mund t'i thotë pronarit, unë e di se si zhvillohet kjo pronë, unë ta marr ty këtë pronë se do t'ja jap një investitori tash të strategjik që na qelluan gjithë që ishin domethënë përfaqësues të Partisë Socialiste, lidhur me Partinë Socialiste. Nuk ka pas asnjë investitor strategjik të ardhur në Shqipëri deri më sot. Të gjithë kanë qenë njerëz dhe klientë të raporteve politike dhe ekonomike të Zotit Rama. Tani ka krijuar dhe këtë paketën e maleve. Dhe këtë paketa e maleve do t'i japi si investitor strategjik pronën e pronarëve, do të thënë disa njerëzve të cilët ai mendon që mund ta zhvillojnë më mirë se të tjerët. Pra Edi Rama ka ardhur te koncepti që ai është burri më i mençur i këtij vendi, ka dhe disa njerëz rreth e rrotull që e dinë më mirë se zoti i punës si mund ta zhvillojnë shtëpinë e tjetrit, pra nuk e lën zotit ta zhvillojë, po e zhvillon dikush tjetër. Dhe kjo është një situatë jashtëzakonisht problematike. Ka një kuptim më të mirë dhe më të drejtë Partisë Demokratike në raport me çështjen. Takimi që bëri zoti Berisha me pronarët ishin takim shumë reflektiv në raport me këtë çështje, edhe pse brenda pronarëve, me të drejtën, ka shumë indinjat në raport me ne, por që për fatin e keq edhe pronarët dhe sidomos brezat e rit pronarëve nuk kanë ecur në një organizim funksional, kanë qenë në një periudhë shumë të fortë, shumë të organizuar, por pastaj kjo se shteti e bën atë, të vonon, të kontrollon edhe pastaj të lënë mëshirën e vet për ta zgjidhur këtë çështje. Siç u tha, Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave ishte tërësisht jo funksionale, qoftë në kompensimin financiar, qoftë në kompensimin fizik të pronës apo në kthimin fizik të pronës. Kjo nuk është e paqëllim, kjo është e qëllim për faktin sepse duan çdo çështje pronësie e tjerë të kalojnë ato filtrat interesave të ngushta korruptive të qeverisë së Edi Ramës. Unë mendoj që opozita ka nevojë për një platformë qartë. Ka shumë njerëz që thonë mos u merrni më me këtë çështje e pronës, por nëse ne nuk rregullojmë një padrejtësi e do të vazhdojmë me këtë padrejtësi, unë mendoj që nuk do të jemi as ata që duhet jemi pas të vërtet me veten apo edhe me atë ekonomi tregu që duam të zhvillojmë. Dhe mendoj që ligji për investime strategjike dhe këto paketat qeveritare që jepen si dhuratë duhet patjetër të anulohen në mënyrë urgjente dhe pronarëve t'i kthehet prona atje ku është prona e lirë, të kompensohet për atë pjesë nëse ka mundësi kompensimi dhe të bëhet kompensim financiar në vlerën e tregut sotëm. Nuk mund të ketë rrugë tjetër. Nuk mundet ti, do të thënë, që të vlerësosh një pjesë që e grabit do në pronën, për të gjitha arsyet që mund t'i ketë, të fitoj të drejtën e pronësisë dhe pjesën që e ka pasur si pronar ta diskriminosh e ta lërë sikur të jetë qytetari dorës dytë apo qytetari dorës tretë. Të paktën kjo është bindja ime. Nuk do përzër njëri dikë, por çështja është ajo vlerë prone ose do të kompensohet, ose do të blihet në një nivel të caktuar nga ata që e blejnë, apo që e kanë marrë, apo duhet shteti të bëjë kompensimin e vet, sepse nuk mund të ketë një sjellje. Nuk kushton kjo, pak mirë. Shiko, vlera që është përllogaritur pak a shumë në atë kohë, po flas në viteve 2000, ka qenë afërsisht edhe 3-4 miliard dollar. 3-4 miliard dollar. Por po ta shikojmë abuzimin që është bërë me pronat, apo sepse ka dhe mënyra tjera pas ekonomike, zhvillime tjerë që ti mund të krijosh incentiva për atë që ka qenë pronari e kështu me radhë. Por çështja është, nuk ka pasur një kërkesë nga pronarët që i duam sot. Çështja është që ata të kenë garantuar që do të fitojnë edhe në mënyrë për një periudhë kohë të caktuar atë mundësi ekonomike që kanë. Ka një problem tjetër të madh zhvillimi në Shqipëri. Do një vend ti i quan, ja jep pronën për ndërtuar një kull 25-40 kate dhe komshiu ti i ngjitur ti i thua që do nuk të ta kthejnë lulishte dhe jep një vlerë minimale. Toka zhvillohet në mënyrë prona zhvillohet në mënyrë proporcionale. Nuk është vetëm aty ku zhvillohet një objekt apo një infrastrukturë e caktuar. Prandaj them që ne duhet shikojmë edhe në politikat e Bashkimit Evropian raport me drejtën e pronës, por duke pas konsideratë specifike që ka Shqipëria. Që të kthej një përgjigje Alba, për mua është një nga çështjet më të vështira. Është një nga çështjet më të vështira. Donë që ta mbyll fjalën time, do të thënë edhe për gabimin që ta Genci si opozit, edhe me qenë se thashat Sabri Godës, një nga shprehjet më të bukura që ka pas Sabri Godu, thoshte që berberi e mëson dorën kokën e fukarajit. Dhe për fatin e keq, do në 2013 ne patëm një berber që mësoi dorën kokën e fukarajit dhe ka ta ndisi opozitën në një gjendje që ishte krejtësisht e papranueshme, duke mos shmangur përgjegjësinë e gjithë secilit nga ne të tjerët. Do në për atë që bëm krye dhe për mënyrën se si u solla ai me opozitën. Faleminderit shumë. Unë ju falenderoj në emër të gjithë antarëve të bordit të Unionit të Gazetarëve Shqiptar apo Suni Diasporës.
Faleminderit që Faleminderit. faleminderit. Do të